billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lavdimet dhe falenderimet tona I takojnë vetëm Zotit xhallashanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet, duat, lutjet tona ja dedikojmë të dashur njerëzisë, vulës pejgamberëve, udhërrëfyesit ton, pejgamberit ton të dashur Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në përfundim të kësaj dhunjaje. Nëse besimtari, muslimani namazliu gabon në namaz duke lëshuar kushtet e namazit, atëherë namazi prishet. Do me thonë, ose nuk ka marrë tekbir fillestar, ose nuk ka lexuar Kur'an, ose s'ka qëndruar në këmbë, ose se ka bërë rukun apo sejdën, ose s'kan qëndruar në uljen e fundit. Nëse njërin prej këtyre gjërave nuk I ka realizuar gjatë namazit, qoftë edhe në vendet të tjera, jo në vendin e vet, ka përfunduar namazi duke mos u praktikuar njëri prej këtyre kushteve të cilat I përmendëm, atëherë namazi nuk pranohet dhe duhet të përsëritet prapë. Nëse ndodhet që besimtari, namazliu, me harru diçka nga vajxhibet e namazit, apo duke I ndrruar vendin ndonjë farzi, atëherë obligohet që të bëjë sejdë në fund namazit. Sejdja është vajxhib. Prandaj nga kjo kuptojmë që edhe nëse harron vajxhibin, namazi prap pranohet. Po sigurisht që kategoria e shpërblimit apo sevapit nuk është e njëjtë sikurse të bëhej sejdja. Të dashur të respektuar, I madhi Zot, Allahu subhanahu wa taala, duke ditur që njeriu ka nevojë për shoqërim, për masën, ka përcaktuar dhe ka caktuar disa norma juridike të cilat janë të atij lloji që neve na bashkojnë bashkë. 5 herë në ditë I madhi Zot na ka kërkuar apo na ka stimuluar që me fal namazin së bashku me xhamat. Dhe këtë namaz me xhamat e ka ngrit me një vlerë shumë të lartë, duke na dhuruar shpërblime të larta, e që besa duke na çortuar nëse jemi neglizhent ndaj këtij namazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se namazi me xhamat e ka shpërblimin e 20 ca herë, ma shumë se 20 herë, në verzionet haditheve 23, 25, 27, e për verzioneve të njohura të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë se salatul jamaa afdal min salatil fadh, namazi me xhamat është më I mirë se sa namazi individual. Bi 27 daraja. 27 herë namazi me xhamat është më I mirë te Zoti se sa namazi individual apo personal. Pyetja vjuese është: kur konsiderohet namazi me xhamat? Do të më konë 1, 2, 3, 4, 5, 10, 40, 300, sa veta do të më qenë që më konsideru namazi me xhamat. I madhi Zot lehtësisht na ka krijuar rrethana, na ka dhënë norma juridike të lehta që ne me arrit shpërblime të mëdha. Dhe nëse një njeri falet me ty bashk, apo ti falesh me të, e kije namazin me xhamat, e kije shpërblimin e namazit me xhamat. Dhe tjetra që është edhe më e bukur, që namazin me xhamat mundna me formu edhe në shtëpitë tona, me vllahun ton, me motrën ton, me nanën, me gruan, vetëm se falen prapa teje. Kështu që namazin me xhamat e ka si kusht vetëm një person më fal me ty bashk. Sigurisht sa më shumë të qenë njerëz, është më mirë dhe më preferuar. Mirë po derexhen, përfitimin dhe shpërblimin e namazit me xhamat, lehtësisht na ka mundsuar Allah me arritën në këtë formë. Por shkurja në xhami sigurisht që ka shpërblime edhe më të veçanta. E këtë po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur po na thotë se nëse një njeri merr abdes si duhet, e niset për xhami me qëllim vetëm ta adhuroj Zotin, çdo hap që e qet I shkruhet një sevap dhe I fshihet një gjuna. Çdo hap që e vendos
për me shku në xhami, ty të regjistrohet një sevap dhe automatikisht fshihet një mëkat. Andaj namazi me xhamat në xhami pas ka një shpërblim më të veçantë. Dhe ky person, nëse hyn në xhami me abdes, me qëllim që ta adhurojë Zotin, për vetë faktin që qëndron në xhami, do të shpërblehen me shpërblim të namazit, edhe nëse nuk është duke u falur. Sepse është duke qëndruar në xhami, e qëndrimi në xhami është itikaf, madhrimi i Zotit xhaleshanu. Dhe kështu, po thot hadithi pejgamberit alayhis salam, vazhdojnë melekt, është një grup i melekëve special që luten për ty, përderisa ti duke qëndruar në xhami dhe duke pritur për me fal namazin. E deri të falsh namazin, përderisa ki abdes, e fal namazin, derisa dilsh prej xhamie, melekët luten për ty. Thonë o Zot, mëshiroje, o Zot, fale, o Zot, pranoja pendimin. Këtu janë duat të melekëve ndaj teje dhe meje përderisa jemi në vend bekuar këtu. Të dashur të respektuar, ju e dini mirë se na jemi gjunaqar. Dhe këtë e pranojmë secili prej neve, dhe është mirë që e pranojmë sepse i kërkojmë falje Zotit përmes kësaj. Dhe mundohemi ta përmirësojmë gjendjen tonë. Kur njeriu i lutet Zotit, duhet ta pastrojë mjetin e vet. Duhet jeti përkushtuar në dua. Ky person, pavarësisht sa i lutet Mallit Zot, është i rrezikuar që të mos i pranohet duaja për arsye të mëkateve të tij. Ama melekt kur luten për neve, ato nuk kanë mëkate. Sinqeriteti kanë të plot, bindjen e kanë të plot që Zoti pranon duat. Prandaj mundësia e pranimit të duave prej anës së melekëve është shumë e lartë dhe shumë e madhe. Kështu që bereqetet e ardhjes në xhami janë ekstra dhe speciale për besimtarët. Edhe pse namazi në shtëpi ka mundësi me arrit vlerën e namazit me xhamat, namazi në xhami është edhe më i dashur tek Zoti xhaleshanu. Respektivisht edhe më i shpërblyer nga ana e Mallit Zot xhaleshanu wa xhalla xhelal. Kur njeriu është në xhami dhe ndoshta dhe padyshim që prej mesit besimtarëve gjithherë ka njerëz devotshëm të dashur të Zotit. Inshallah dan Zoti që dikush prej neve të paktën këtu në këtë vend me pas lidhjen e fortë me Allahun. Dhe për hatër të tij që Zoti nuk ja kthen duat bash atij, Allahu më na mëshiro gjithë neve. Prandaj këtu shfaqet rëndësia e xhamatit, e organizimit dhe të bashkimit besimtarëve, krahas shumë dobive sociale, shoqërore, kur ne vizitojmë, shohim njëri tjetrin e përshëndesim e kështu me radhë. Namazi me xhamat është i rëndësishëm gjithherë. Por veçanërisht namazi i jacis dhe i sabahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ai person i cili e thon namazin e jacis me xhamat i shkruhet te Zoti shpërblim sikur se është falur gjysmën e natës. E nëse fal sabahun prap me xhamat, i shkruhet që ka falë gjysmën tjetër të natës. Shpërblimin sikurse është falur gjysmën tjetër të natës. Prandaj nëse ke falë Yasin gjysmën e natës, shpërblim, sikurse e falë gjysmën e natës, e ke shpërblimin, dhe nëse ke falë sabahun sikurse me qenë gjysma tjetër e natës shpërblim, andaj sikurse e falë tër natën. Me çka? Me falë namaz me xhamat. Prandaj është shpërblim dhe vlerë veçantë e faljes së namazit me xhamat. Prandaj gjithherë do të më pasë në konsiderat dhe me vrapu njeriu me bogara për me arrit këtë shpërblim të madh të Zotit xhaleshanu wa xhala xhelal. Kur jemi dy veta, tham që realizohet namazi me xhamat. Ai që vjen më fal me ty bashkë, apo ti që ngjitesh atinaj, afrohesh prej anës së djathtë të tij, jo nga ana e majt. Dhe qëndron paktën bara me imamin, e është mirë me kon pak pas imamit. Kontet tua, majet e gishtave tu, me qenë pas imamit. Disa xhallar thëshin gishti i madh joti me qenë te gishti i vogël i imamit, ose edhe pak më mbrapa në mënyrë që mos me rreziku me dal para imamit, se xhamati nuk bën me dal para imamit, sepse namazi i tij pasandej konsiderohet se imami po të pason ty e të imamin. Kështu që nëse është një person vjen nga ona e djathtë
e imamit falet. Po nëse janë dy persona, imami shkon një hap përpara nëse ka hapësirë dhe ata bëhen bashkë, dhe bëjnë një saf dy të zbashku. Në rast se nuk ka hapësirë, vendi është i ngushtë, atë lejohet me ardh xhamati të nënën e majt dhe imami në mes, po qëndron pak para tyre. Qoftë edhe për pak centimetra, ai më qëndru pak para teje në mënyrë që më konsiderohet apo më qartësu që imami është pris i atyre dy vetave. Namazi me xhamat në xhami është pak më i veçantë. Mirë, po namazi me xhamat parimisht, qoftë në shtëpi, në lokal, në vend ku punon, të ndryshme, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka prej dietarëve islam që kanë thonë se është sunet aq i fortë sa që gati arrin kategorinë e vajxhibit. E ka prej atyre që kanë thonë se namazi me xhamat është farz kifaje, është dikush prej muslimanëve me fal namazin me xhamat dikon, e tjerë të falen në shtëpia sunet prapa apo në vende të ndryshme, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, njëri prej sahabëve të njohur, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili transmeton shumë hadithe për namazin me xhamat, thotë se kur muezini thotë hayya alal falah, e janë në shpëtim, nëse muslimani nuk i përgjigjet kësajna, e ka kundërshtuar sunetin e pejgamberit alayhis salam. Prandaj namazi është sunet i fuqishëm, shumë i fuqishëm, saqë disa dietar kanë thënë se është vajxhib e farz. E kështu që edhe kujdesi jon duhet të jetë i fuqishëm, e aq i fuqishëm saqë jo lehtësisht kena arsye për me lënë namazin me xhamat. Kur lejohet njeriu apo kur nuk ka problem nëse njeriu nuk e ka namazin me xhamat. Për shembull është i smur. Është ftofti i madh. Ka rrezikshmëri. Ose për shembull dikush e ka veturën po nuk sheh mirë. Di me vozit, ai rrezikon veten dhe të tjerë. Nuk falen xhami, po falen në shtëpi. Dikush për shembull ka një arsye tjetër të ndryshme, e cila ja vështirëson seriozisht me ardh xhami, gjithashtu falet apo me fal namaz me xhamat, se nuk ka kusht për me ardh xhami që me arrit vlerën e xhamatit, e tham pak më herët. Është mjeku në spital, infermieri, këta për shkak kujdesit që bojnë ndaj njerëzve, falin namazin në mënyrë individuale, sepse kujdesin ndaj të tjerëve ka shpërblim më të madh se sa me arrit një sunet e që është namazi me xhamat. Disa dietarë islam kanë thënë se edhe studenti i cili është duke studiu lejohet, s'ka ndonjë problem e as qortim që të fal namazin privatisht veç vetëm dhe të mësoj studioj. Se njeriu kur e fal namazin qoftë edhe me xhamat, shpërblimin e ka individual. Shpërblet veç ai. Sepse namazi është vetëm steja e Zotit. Mirë po nëse dikush mëson dhe studion, dobia e mësimit dhe studimit të tij është shumë dimensional. Përfiton edhe shoqëria. Prandaj nuk mundet më barazue një punë dobia e cilës është shoqërore dhe sociale shumë dimensionale, se sa ajo punë e cila është vetëm në aspektin tonë personal. E kështu që njeriu kur mëson dhe studion, dobia do të shpërndahet në familjen, në shoqëri, andaj edhe shpërblimit e Zotit do të jetë më i madh, sepse pejgamberi alayhis salam na ka thënë se habbu nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, njerëzit më të dashur te Zoti xhaleshanu janë ata të cilët janë më të dobishmit për shoqërinë dhe për masën, për njerëz të tjerë. Kur vim tek çështja e imamit, kush duhet me u pri xhamatit, kush duhet me qenë imam? Fillimisht duhet me kuptuar një çështje. Me qenë imam i u pri xhamatit është nder i madh. Është misioni i Muhamedit alayhis salam. E kryen punën që ka kryer pejgamberi i Zotit. Mirë po vallahi është edhe përgjegjësi e madhe. Sepse namazi krejt juve është i lidhur me namazin e imamit. Andaj gabimi yt, ata nuk kanë gjuna mbrapa teje, po përgjegjësinë e gjithë e bën ti. Kështu që do të me pas kujdes shumë e mos me insistua, po mos me ungut dikush që nuk e ka obligim me dalë në ju pri njerëzve imam. Andaj, është hoxha në xhami nuk është edukat, e as të lejume që xhamati me bo, që thojnë popullët e na me bo hijgjime me dalë imam.
është studentin në fakultet i shkencave islame, zbani imami xhamati më dal para tina. Edhe nëse muezin 20 vjet, 30 vjet, po është më pak i përgatitur, atëherë duhet më ia dhon ranin tina sepse mbi të gjithë atij e liru pe përgjithësisë para Zotit xhaleshano. Nëse studentat e medresës, nxënësat i kemi në mesin tonë dhe s'ka student tjetër medresës, atëherë atij jepet përparësi. E gjithherë zgjidhet ai person i cili është më i përgatitur. Në aspektin juridik islam, ai person i cili ka më shumë të merit me dal imam është halifja, udhëheci i shtetit. Nëse ma namazlet, normal se edhe nëse është i ditur se tash ky zaman ka ndryshuar në krahasim me kohët e hershme, ata më mujtë me gjetë dikun skaj xhamive është super. E lemo me qitë imam përpara. Dëshira jonë është tjetër mohabet, por realiteti është i tillë. Nëse s'është halifja, udhëheci i shtetit, atëherë vjen myftia. Më thonë, çdo vend ku ekziston myftia, kur thonë kur është polici bien semaforat, atëherë edhe imami kur është i vendosur juridikisht, nëse vjen myftiu, i cili do vend qoftaj, ai ka kompetencën dhe drejtën me pri xhamatit, sepse është figurë me unifikuese të xhamatit se sa dikush tjetër. S'është myftiu të drejtën absolute që ty e ka imam i xhamis, në këtë rast për shembull, Mullaj Idrisi Efendiu, këtë hoxhallarët e llapit me kon këtë, nuk kanë përparësi para tij sepse ai është imam i xhamis. Por shkon në xhami tjetër, askush prej neve nuk ka përparësi para imamit xhamis. Kështu që imami i xhamis zëvendëson udhëhecin fetar shtetëror në atë vend. Dhe ai e ka të drejtën, kompetencën, është më meritor që të i prij xhamatit për derisa është prezant. Dietarët islam kanë thonë, nëse s'është imami, kush më dalim imam? Kanë thonë dietarët islam afqahuhum, njeriu më i dishur me ligjet dhe rregullat e fesë. Na kemi punë një adet jo të mirë. E na emocionalista e nuk jemi shkencor. E kemi një hafuz të Kuranit, djali i ri, i ka 17 vjet, hajde del fala namazin se ti hafuz. E ke zonën e mirë. Amo ai në rregullat e fesë nuk din asgjë. Prandaj s'ka përparësi me dal para imamit i cili ka bagazh shkencor fetar islam, edhe pse është hafuz i Kuranit. Muhamedi alayhis salam kur është smut dhe s'ka mujt më dal më u pri xhamatit, i ka thonë që në Abu Bakr Sidikun më u pri njerëzve. Po ai e ka zonën pak më lehtë, ka në xhamia është më emocionale e Abu Bakrin çitna. Pse? Abu Bakri ka qenë më i dituri me unifikimin e Ahlus Sunnetit, sahabiu më i ditur dhe më i mirë si total, si figurë e kompletuar ka qenë Abu Bakr Sidiku. Andaj mirë është më dhon përparësi të rive, edhe më ndihmu, edhe më stimulu, na vetë bëjnë një gjë të tillë, mirë po ata nuk duhet për më ngut dhe vetëm e kërkojnë një gjë të tillë sepse është përgjegjësi para të Madhit Zot xhaleshanu. E nëse nuk ka njëri dishëm, janë një grup hafuzash, aqra'uhum, ai që din Kur'an më mirë, rregullat e Kur'anit i din më mirë. Do e din gjysmën e Kuranit, do një 5-6 gjuza, do pak më pak, njëri din krejt, është mësues i tyre, atëherë në ai del imam ka përparësi para tyre. Akbaruhum sinnan, ka thënë pejgamberi, është ka thënë dietarët islam. Ai i cili, sepse këtu po mbledhëm hadithet e pejgamberit alayhis salam, se ka versione të ndryshme të haditheve. Ka thënë ai i cili është më i vjetri. Ai e ka adhuruar Zotin më shumë se ti dhe unë. Ai hoxhi i cili ka 60 vjet, e ka adhuruar Allahun 2-3 fish më shumë se unë. Prandaj, nëse jemi si të barabartë në dituri e kështu me radhë, atëherë ai për faktin që më i vjetër, për faktin që ka adhuruar Zotin më shumë, është më i pjekur, ka merit dhe është edhe respekt që ai person më i prish xhamatit. Ahsanuhum sautan. Pas kësaj na vjen kush e ka zonën e mirë. Ana krejti hiekum këtu, e qesën vetëm kush e ka zonën e mirë. Jemi emocionalista, nuk jemi shkencor. Ata njerëz të cilët nuk bën për me dal imam, që s'bën kuçish me pri xhamatit, mos i folën për trit, po e vazhdojmë këtë. Fëmia i cili nuk është moshën madhore, nuk bën me i dal imam xhamatit, me fal farzat. Farzin e drekës, tikindis, takshamit, yatsis, e sabahut, nuk bën me dal me na fal një fëmijë i cili nuk ka moshën madhore. Namazi për të është vullnetar, e namazi për ty është farz. Andaj nuk mundesh ti me fal farzin mbas një njeriu i cili
nuk e ka obligim namazin parimisht. Prandaj këtu duhet të pas kujdes shumë. Ka thënë dietar në taravih hafuzave të Kuranit ju japet përparësi namazit gjatë kështu me radhë, nuk ka problem. Ubej bin Kabi ka qenë më i ditur se Omeri? Jo, nuk ka qenë më i ditur. Po ka qenë hafuz i mirë, ka pozicionin e mirë kështu me radhë, e ka vendosur Omeri si apo e ka angazhu që t'u afal namazin besimtar në namazin të taravive. A njëri i cili është i padijshëm, është xahili, paditur, ignorant, me rregullat e fesë, ai nuk bën për me dalë ju prinë njerëzve. Na është rrethon. Fasiku, ai i cili nuk e fal namazin vet, e bën gjunohet mëdha, e vazhdimisht bën gjunohet të vogla. Ky person quhet fasik, gjunaçar i madh. Prandaj ky person nuk preferohet me dalë dhe nuk bën për me dalë me prinë namazin. Nëse del një person i tillë, më na fal namazin, lejohet me fal mastinaj. Pranohet namazi pas tij. Mirë, po kërkohet që ai i cili del ty imam me qenë musliman i mirë, e i devotshëm, njerëz mund ndije mirë pas tij, sepse namazi pas një njeriu të devotshëm nuk është një sikur se namazi pas një njeriu i cili është i pakujdesshëm ndaj rregullave të fesë. Shpërblimi ndaj tij është më i madh se sa nëse falmi pas atij i cili është i pakujdesshëm. Ai i cili është i verbër nuk ka të keqë me fal namazin me dalë imam. Por është një problem të dietarët islam se thonë i verbri nuk i shen akondën një ndytësi në trup, e ka mundësi me ndytësi me ta fal namazin për këtë arsye, është mirë me najt pak më onash mos me dalë imam nëse ka zgjidhje. Djali i cili është lindur nga martesa jo e rregullt islame, gjithashtu nuk është mirë për me dalë imam sepse njerëz nuk e pranojnë. S'kan çef njerëz më fal pas tinaj. Dhe në anën tjetër, zakonisht fëmijët e tillë nuk mujnë për më mësu ball, nuk janë të ditur, janë të lënë pas dore. E këto janë arsye, jo pse s'bën, jo pse ka gjuna, mirë po është mirë që ata mos me fal namazin si imam. Këto janë rregullat fesë, lemo tash është përcjellës muhabetin kohën tonë, po dojnë për më na bën njerëz fëmijë të jetima përgjithsisht, kjo është vallahi mëkat është gjuna. Pashallahu, me krijuar rregulla dhe sistem që mund na u bosh shija jo me jetima është gjuna. Po vlas në aspektin fetar kjo është mëkat. E lemo atë që mësimet fetare po thonë ky zakonisht është gjuna, jetë i pashkolluar, jetë i papranuar në shoqëri, kështu që nuk mundet me dalë imam. E në rasti tani njerëz mundun ta dalë imam anëve. Do të pas kujdes, ju lutem Allahu ju nderoft dhe ju rujt. Bidatxiu gjithashtu ai që bën bidate, që bën mëkate. Njerëz të cilët besojnë besime të devijuara, Khawarij, Mu'tazilet, Jahmit, për shembull, ata që kanë besime të ndryshme në aspekt besimit, jo të fekut. Nuk mundet nuk quhet njeriu bidatxhi nëse pason njërin prej 4 mëdhëbeve. Kto vendosen në kokën e secilit prej juve. Bidatxhi quhet ai njeriu i cili beson besime të devijuara. Jo pse ka pasur një mëdhëb. Faktikisht mundet më quhet lehtësisht bidatxhi ai i cili nuk i pason 4 mëdhëbet. Apo njërin prej 4 mëdhëbeve. Prandaj këta njerëz është mirë mos me dalë imam që besa që ta Khawarij të Mu'tazil të Jahmit të tjerë e Ebu Hanifa ka thonë s'bën falisht pas tyre.